pa dhe rreth vetës se mos të ustallar që ke pas në fushat kanë qenë përlyer po aq sa ato të Ramës me këto bandat e me këto më thet tash, se bëjnë si Virgjeresha këni nga krahu i djathtë, po prit se ka surpriza dhe andej. Si ka surpriza? Ka surpriza, do ta shohësh. Kështu që jo nga PS-ja. Kështu që zotëri, ti dil dhe thuaj, gjo, unë kam humbur zgjedhjet jo përballë Edi Ramës, por përballë Partisë Demokratike dhe Demokratëve. Sepse Rama më ka marrë X-in për të shkuar, elementin X për të marrë pushtetin, do më merte, por 12.3% i kam humbur unë. Dhe e di pse nuk flet asnjë Partinë Demokratike. E fundit kjo. Sepse ata janë të gjithë një skuadër humbësish. Dhe po dalit flasi Gon Gjekmarkaj, Gjin Gjoni, ku diun drejtuesit politik kundër doktorit, duhet ta nisin nga vetja, apo jo? Pra, që ti thuash këtij kryeredaktorit se nuk funksionoi gjë e regjizorit më thënë tash, duhet të ikni gjithë. Lulbashës i thani Po them që në momentin që ata edhe kush ata që humbësit më të mëdhenj. Gazbardhi, Belind Klliçi, Gon Gjekmarkaj, gjithë drejtuesit politik, Ali Zotrat çan këto, që të shkatrojnë të çfarë kishin ato shprehje. Tritan Shehu. Ore ky Ali Zoti që tha do t'i përdori një shprehje kështu fantastike. Si ishte ajo e drejt? Si ishte ajo Ali Zoti Tonart? Do t'i ha gjallë. Sa ka dalë Elbasani avokat? Kanibalizëm, është 10, është mbyll 10-a. Është mbyll 10. Është mbyll. Ka ndodhur një herë në Elbasan 10-4. 10-4. 10-4. Ka ndodhur një herë kjo humbje në Elbasan avokat se ti e një. Si ishte? Ka ndodhur një herë në Elbasan 10-4. A ka mundësi se kaq e kam llafin? Asnjëherë. Asnjëherë. Po pra, tani gjithë këta a kanë moral, po e bëjnë ndonjëri do e përshëndesin, po të gjithë këta nuk dalin t'i kërkojnë doktorit llogari, po i shkojnë mbrapa duke thënë po doktor na votën sepse po justifikohen më burr. Si janë gjithë humbës. Po se votën Partinë Demokratike doktori i tërheq, po. 3 deputet të 2017 në PD-ja, jo 4, 3. Po mos harro se prodhoi LSI-a 3 të tjerë. Po pra, po. Ka lidhje, ajo është qenë histori. Po soja s'ka prodhuar kurrë 10, kjo është thelbi. Ta dëgjojmë dhe Egon, si e lexon këtë rezultat dhe pak a shumë a ishin këto zgjedhje të manipuluara siç pretendohet? Shiko, duhet kaloj një herë momenti traumës që të filloj edhe të analizosh, të kthjellohet situata dhe të filloj të analizohet situata, çfarë shkoi mirë, çfarë shkoi keq, a u vodh, as u vodh, nëse u vodh, sa u vodh, etj. Kështu që pavarësisht se tashmë rezultati është në drejt përfundimit edhe nuk besoj që me këto shifra 90% e kutive të votimit të numëruara nuk besoj që ka më ndonjë nuk besoj që presim ndonjë surprizë dhe kjo është, po themi, panorama e situatës, po unë mendoj që të përpiqemi ta fokusojmë debatin tek humbja e Berishës, për mendimin tim është diçka e vogël në krahasim me atë se çfarë paraqet ky rezultat në vetvete. Pra humbja e Berishës edhe Partisë Demokratike është një detaj i rëndësishëm sigurisht, sepse është partia më e madhe opozitare, por për mendimin tim nuk është më e rëndësishme. Analizën e bëjnë për herë ato që humbin, jo ato që fitojnë, no Egon, të lutem, se po më çudit. Nëse ke pa atij që ti bëhet analiza atij që fitoi, dhe jo me kthy kokën këtej kush humbi dhe si duhet të rinovojmë këtë që humbi që të mundi këtë që fitoi. Ne jemi shoqëri e dështuar. Hajde justifikojmë humbsin, apo kjo është fataliste o burr. Ideja është këtu, ne nuk i bëjmë analizën as fituesit, as humbësit të ndeshjes, ne i bëjmë analizën ndeshjes. Pra, i bëjmë analizën ndeshjes, si ishte ndeshja. Po, vazhdojmë. Ndeshjes po. Ndeshjes, pra as fituesit, as humbësit. Jo, humbësit po, patjetër. Patjetër edhe fituesit. Nëse humbësit edhe fituesit, po unë po them më së pari. Po fituesit i bi që ti thua urime më burr. Prandaj si duhet bërë fare. Bëj analizën e ndeshjes dhe analizën e humbësit. Dhe thua ndeshja, nëse thua ndeshja ishte trukuar nga fituesi, aty pastaj merru vetëm me fitues. Ne duhet bëjmë analizën. Aty je duke mbrojt humbësin. Ne jemi duke bërë analizën e ndeshjes. Pra, si ishte ndeshja? Si ishte ndeshja? A ishte shitur, a ishte... Tani... Çfarë thot arbitri është llafi?
Arbitri, nëse për arbitër marrim, po them, misionet vëzhguese, po them. Atë që kemi më OSBE-n. OSBE-n, por edhe raportet nga, po them, organizatat të tjera jo qeveritare, po OSBE-n kryesisht, se kjo është më e rëndësishme. Krahasuar me zgjedhjet e shkuara gjithmonë. Unë nuk shoh se ka ndonjë dallim ose lëvizje nga qëndrimi klasik i OSBE-s. Pra i certifikojnë zgjedhjet. Pra po themi që i certifikoj zgjedhjet, duke përmendur këtu edhe problematikat që i përmban. Duke i përmendur edhe problematikat që i përmban. Megjithatë, në optikën time, duke e lënë, po them, analizën e ndeshjes nga këndvështrimi i gjyqtarit në ndeshjes, por tani analiza e ndeshjes nga këndvështrimi im, unë mendoj që ndeshja është patjetër e trukuar. Dhe në mënyrë problematike madje, me një trukim i cili për mendimin tim shkon në kufit jo thjesht të manipulimit apo vjedhjes banale, ordinere të votave në kutitë e votimit, apo manipulimit të zgjedhjeve një ditë përpara zgjedhjeve. Unë mendoj që trukimi i ndeshjes këtu është më i thellë, është sistemik dhe shkon në kufit e kapjes së shtetit. Pra, shteti këtu e përgatit me muaj përpara situatën zgjedhore në favor të tij. Dhe mendoj që nëse e kufizojmë, po them, debatin humbi Berisha sa humbi Berisha, kur do dalë në protest Berisha, çfarë tha Berisha etj, në fakt humbasim këtë panoramë të madhe të situatës. Edhe OSBE-ja e tha që vendosja e administratës shtetërore në funksion të zgjedhjeve, vendosja në punësve për të mbledhur vota, të themi troç muhabeti, për të sjellë lista në vendet e punës me njerëz që votojnë për partinë në pushtet. Mundësitë e jashtëzakonshme financiare që ka në dispozicion për t'i vënë në shërbim të situatës elektorale, punësimet elektorale, asfaltet elektorale. Pra janë një tërësi e madhe gjërash që duhen analizuar për të kuptuar se pse ndeshja është e trukuar në thelb. Ndërsa pastaj sa i takon red rezultatit, mendoj që nga ana e saj Partia Demokratike duhet të bëjë një analizë të thellë. Të bëj një pyetje. Partia Socialiste është te 54%. 53-54. Tani unë po them, PD-ja është 34%, me 20% diferencë. Tani më burri dhe po të heq, po të jap 15% më burri dhe që i ka bërë Rama me këto që thuti. O vlla, a nuk bë përshtypje kjo 34 më burr? A e kupton që e drama me këtë 34-ën nuk ka nevojë, e ka tepruar nëse ka harxhu 1 qile naftë shteti, sepse do e mundte pa zbrit nga Surreli më burr. Shiko, neve bëm një llogari bashkë me Redin që parë. Nëse mbledhim votat e gjitha partive të reja, që po themi... Jo, nuk më lidhen ashtu, jo. Red. Jo, mos ngatro kimin me aritmetike. Një mbledhje matematike, aritmetike. Po votat, më falë. Votat e Adriatikut janë për Adriatikun, së është kundër doktorit të re. Po ta mbledhësh me doktorin ato mos i llogarit ti. Si u mblidhën ato ashtu? Nëse Adriatiku do bashkojë me doktorin, thua... Po Adriatiku, Agroni e këta ekzistojnë se ekziston Rama dhe Berisha si anti-establishment. Si që ka kjo? Kimi? Zero. S'kan kimi. Do po të bashkoheshin këte i thua... Po fal tani, ti voton Lul Bashën. Ti e voton Lulin, se e ke aty Lul, Sali, voton Lulin. Po shkoj të Saliu i thua Lulit kam bo atë që stuhet edhe ty, se unë të votoj ty se... Ke përjashtu atë? Po pra, këtë jam duke thënë që ato janë vota për Tikun, sepse do të ishin vota për Berishën, po them. Nëse Tikun nuk do të kishte dalë. S'do ishin. Nëse Tikun nuk do t'ja kishte marrë. Po ky është pretendimi, po flasim. Nuk është pretendimi. Ky është pretendimi opozicionit. Partitë e vogla i kanë shkëputur. Pretendimi që ka 4 vjet që e bëjmë debat ne këtu në studio është ky. Që Sali Berisha ka marrë Partinë Demokratike, ka hyrë në Partinë Demokratike dhe e ka përçarë atë. E kupton? Duke u fut dhe duke luftu pas të ngratas ti. Dhe çfarë ka bërë ai? Ka bërë që një 250.000 demokrat që e votonin, nuk e votojnë më atë Partinë Demokratike me Sali Berishën në krye. Dhe këta kanë gjetur strehim tek Lapaj,
Gonshehaj, Ali Beaj, Basha, Dashi, tjetri, janë një tufë me partitë gjasta. Tani këto, po të bashkoheshin me doktorin. Po ti, mos e konsidero doktorin, unë po thoja votat, po them Partia Demokratike 2021-shit, më kupton, mos e konsidero doktorin. Po doktori është partia thjesht mbledhje aritmetike, më kupton. Dhe po ti mbledhësh të gjitha këto, sërish dalin prap, po them e gjithë vota e djathtë e unifikuar, bashkë me LSI-n aty, po bashkë edhe me vota televizive. Vota opozitare, thuaj. Vota opozitare, po them. Mund t'jetë më e lartë se kjo? Jo, prap nuk ishte më e lartë. 2021-shin? Jo, prap nuk ishte më e lartë. Nëse i bashkoje, jo. 2021-shin? Të të bëj... Tani, ishte rreth 50.000 vota më pak. 50.000 vota më pak, se gjitha vota do ishin këtej, kjo legitimon Ramën prap. Do ishte 50.000 vota, këtë po thotë. Kjo legitimon Ramën prap. Kjo është legitimim për Ramën, është ti thuash Ramës që... Këta i kanë marrë veç e veç, nëse do krijohej një sinergji, një bashkim opozitar, po thotë Goni apo jo e Goni. Jo, ideja është ai muhabeti që bën bashkë. Gjithsesi 50.000 vota diferencë, apo 30.000 sa që ishin 2021-shin, nuk janë, dhe unë jam dakord me ty në atë pjesë, që nuk janë ndonjë diferencë e madhe për të... Nëse do futeshe bashkë në shumë pak për të kalohet, ka përcehet 50.000. Po gjithsesi, avokat, kishe i koment? Komentin e kam shumë thjeshtë. Jam dakord me atë qasjen që ka Floklerti në raport me Edi Ramën, ose me qeverisjen e tija. Unë jam dakord të më thënë që votat janë në kuti, ai ka marrë ato, tani gjithë debati jonë për tek saja ka der pak ose as pak, zero. Desha ka përfunduar, rezultati është ai. Kemi çfarë duam, të më thënë ishte arbitri i keq, nuk ishte varë në fushë, bla bla bla, historia të këtij tipi ka mbyllur ajo, mbaroi, iku. Në Maradona, që Argentina e mori kupën e botës në Meksik 86 me golin me dorë Maradonës, kemi 40 vjet që e përmendim atë, po s'ja hoqi FIFA kupën e botës në Argentinës. Po. Kështu që kjo është një debat i përfunduar. Tani pjesa tjetër që gëllon, që Edi Rama ka krijuar një makineri zgjedhore e cila jo në Shqipëri, dhe në Amerikë të shkojë, edhe në Danimark është funksionale, në mënyrë se si e ka bërë ai, e që është totalisht antidemokratike. Për këtë, miqtë e mi, do duhet bim dakord një herë mirë. Çfarë do duhet domethënë të themi për tek kësaj është fakti që kur ti e di këtë gjë, ke dy rrugë. Ose gjen mënyrat se si ta luftosh, si opozit, ose thuaj pastaj unë nuk fitoj dot kundër teje, vëlla, më vjen fitoj ti 3-0 tavolinë dhe nuk fute fare nga. Po. Domethënë nuk ka kuptim tjetër. Ti tani të qahesh, edhe si të bësh si Lango, më vodhi më bëri, ky nuk vlen mama, kjo është histori. Po mo, Adriatik Lapaj doli dhe tha si burrat. Unë e di në çfarë sistemi kam hyrë, tha, e di me kë jam ngar, cili do që të jetë rezultati, unë do ta pranoj. Pse ti mendon që partitë më tha mos jenë duke i bërë gol Adriatikut tani? Patjetër që po. Po, mua nuk vjen pak shumë në punë Telite ose Bëredi. Ka qenë një telit shumë e rëndë, timi marrë, me thënë drejtën, ati Mike Galden që tha me këtë tip zgjedhjesh, pak a shumë po e perifrazoj, Shqipëria ta qaj Europës dhe nuk futet në Europë. Po se vendosa i ata... Urdhë? Se u morë shumë kjo si kurse qa është ai vëzhgus? Po, Kështu që, për tek saja nuk përbën mamo, ka marrë shumë historia. Pastaj Europa, Leonard, Europën Rama e kalon për mandatin e 5, jo për këtë mandat, se e ka në 2030. Të studio. Të lutem re. Po, jo, thash thjesht gjoje këtë se kjo ishe batute... A i ka batuta thërë... Thuaj ati Europianit që qeveria shqiptare, mazhoranca në Shqipëri, nuk po thot që do hyjë në Europë gjë në 2029. Zgjedhje 2029 do rregullojmë kodin, do i bëjmë tamam edhe në 2030 e kalon ai që të futemi në BE. Mirë, në rregull. Avokat. Mi gjallë neve në 2050 për Europa të mosit për Europë që të futemi ne në Europë. Nese, tani çfarë ndodh me atë që ka qef Floklerti, opozitën? Historia do të jetë e thjeshtë. Partia Demokratike ose më mirë Sali Berisha në atë kongresin, konvendin e 11 dhjetorit të 2021-shit, proklamoi të kryerë statut një nen të veçantë, i cili thuhet eksplicit që në momentin kur
kryetari i partisë mbet zgjedhjet, ai jep dorëheqjen në mënyrë të menjëhershme. Dhe pa pasur mundësinë që të kandidojë sërish për kryetarin për të njëjtin post. Tani të shohim nëse Sali Berisha do ta bëjë këtë gjë apo jo. Berisha do ta të shohër çka ka thënë Berisha sot për këtë. Ne mos më losë di që ditë jam lodhur me ta. Jo, e kam për qytetarët unë. E kam për qytetarët. Po gjithsesi, po. Gjithë ideja ishte që dhe dje dhe sot Berisha na ka dhënë të kuptojë që s'ka ndërmend të japin dorëheqje. Kjo do të thotë që problemi për Berishën nuk ka qenë fitoria në këtë zgjedhje. Problemi ka qenë problem që ai ka familjarisëm me nëngratën e tij. Dhe se si të rrugët ka shkruar familjarë në Partinë Demokratike. Dhe kjo është edhe derivat të listës që ai prodhoi në zgjedhje o zotëri. Po ti shikosh 46 lista e mbyllur e Partisë Demokratike, unë bëj be rrugë që 40 prej tyre, domethënë mund të shtrihen para KSPD. Tani duke qartë se ka ndodhur një gjë të tillë. E treta Partia Demokratike do të futet në një, nuk po them në një analizë, aty nuk bën njëri më analizë, s'ka bërë as në qemoti analizë. Se po ti kush do futet në analizë? Gazbardi, që ka 3 ditë më thënë që s'di se ku është vetë. Kush do futet? Tani aty duhet me patjetër që Berisha të jap dorëheqje, partia të futet në një proces të... Po si t'japi dorëheqjen më avokat kur thotë që zgjedhjet janë të vjedhur dhe i kemi, si me thënë, të dokumentuara këto gjëra. Ore, lutem mos ndërprer. Po. Ti mund të thuash avokatën e Berishës sa të duash, unë po flas për një gjë normale, nuk po flas për një gjë anormale. Ti sapo shpallë patronazhist. Ashtu, po bravo, faleminderit. Dhe këto zgjedhje kanë prodhuar 3 emra re. Më ndjoj me kujdes. Kanë prodhuar emrin e Ili Ali Mehmeti, emrin e Jorita Dapapu dhe emrin e Ervin Saliani. Ta janë 3 emra, për mendimin tim, të devotshëm për të kandiduar për kreun e Partisë Demokratike. Në qoftë se duam që të kemi realisht një Parti Demokratike që të paktën në zgjedhjet e 2027-s të ketë mundësi të fitojë disa bashki dhe në 2029 të jenë konkurrente e denjë. Në rast të kundër, që japin qytetari mandatin e 5 të Partisë Socialiste se s'ka kuptim ndryshe. E fundit që pyet. Duhet me patjetër dhe në mënyrë urgjente që Partia Demokratike të futet të ulet në tavolinë për të ndryshuar reformën territoriale dhe kodin zgjedhor. Por më parë reformën territoriale dhe pastaj kodin zgjedhor. Kuptoje pak rreth. Bashkia qarku i Gjirokastrës ka po aq popullat, pak a shumë, sa çka qarku i Kukësit. Kukësi ka 3 bashki, Gjirokastra ka 7 bashki. Vetëm ka që mjafton që ti të kuptosh se çfarë diferencë ose çfarë sa specialistë që këta që bën reformën territoriale në 2015 kur e bojkotoi aso kohë Lulzim Pasha, çka e jep një favor të madh majorancës në pushtet. Shto dhe këtë një gjë tjetër. Shikojeni, bëni merrni lapse letë dhe do ta kuptoni shumë mirë. Sa kalon shkundimi dhe derisa arrin në Poliskol, Edi Rama ka 42 deri në 45 deputet, domethënë të bëhet çdo ditë zgjedhje në Shqipëri. Kjo është një diferencë shumë e madhe të cilën Partia Demokratike do duhet ta luftojë me patjetër. Edhe gjysmët në Tiranë, thuaj edhe pak në veri dhe nuk duhet që Partia Demokratike të shikojë thjesht faktin që unë përfitoj Shkodrën e përfitoj Kukësin. Se O avokat, ti u fute në një pjesë që normalisht do shkonim natyrshëm se kështu si po vjen trajektoria e Ramës, domethënë i bie që mandatin tjetër të shkojë 94 e sipër. Jo, mandatin tjetër ai s'ka nevojë me zgjedhje. Si do zgjidhet kjo punë se okej, dakord, i marrim gjithat mirëqëna, po si do zgjidhet? Sepse këtu, domethënë, ajo që thotë Egoni për sa i përket trukimit sistemik të gjës, është realisht për të shqetësuar se ka eliminuar demokracinë. Do të me këtë fjalë, më dëgjoj. Po. Partia Demokratike ose më mirë Sali Berisha e shiti kodin zgjedhor, atë kod të 2024-s, e shiti, në thonjza po them, në duke marrë si feedback nga mbas të drejtën për të pasur vullë. E shiti për vullën. Po, pra të kuptojmë drejt. Berisha me gjatë se ka ditur fort mirë që do mbasi dhe nuk i ka interesuar fitore, po i ka interesuar që të ketë SHPK-n e tij familjar. Kjo është e rëndë për demokratët
Po më mirë ti themi ca gjëra troc. Dhe kush do të Po atëherë çfarë faji ka Rama nëse është kështu më burr? Po s'po flas për Ramën, Falë se ti bën dhe i pyetje çuditshme ti re, do thu si zgjidhet kjo. Po më fal, ne modest po dolëm kështu s'ka faj Rama. Ne modestisht kemi thënë se si zgjidhet 4 vjet, edhe s'na ka varë njëri. Dhe gafa e fundit është që të demokratët në datë 16 për një protest kundër kujt unë nuk e di, por në kohë që këtu vinë gjithë le të themi liderët europian, ti mendon që liderët europian atë ditë do të thojnë, more çka ka halli ka Berisha vëlla që po proteston. Kur ishte 5 ditë përpara zgjedhjeve, kishte zgjedhjet dhe doli nga 45 doli 34. Domethënë ti mendon që ata të partive popullore në Europë do thonë domethënë ka problem që humbet ti Berish? E kuptoni se sa idiotesë kjo histori? Madje i jep tipit tek ja ta them unë si e konceptojnë ata pse. Sepse ai ka mundësi domethënë që ta përdori metaforën e tij atë bufit të kinetës edhe me europianët. Po e ka bërë testamenti i shkuar o buri dheut. Ai tha testamenti i shkuar do dalë ju tregoj fytyrën e vërtetë të Edi Ramës së Europës. Do thotë njëjtën gjë edhe tani. Do ju tregoj këtyne si mvodhi Rama. Mo bet kot. Ja ta them unë si e koncepton. Buf knete është vështirë të përkthehet dhe të ketë konotacionin dhe peshën që ka në Shqipëri. Ne që merrem me përkthim po. Si thon swamp hole. Po jo, pas nuk e merr. Tani s'ka asnjë justifikimi. Ja ta dëgjoj pak Egonin se do më lëvizi avokat. Po Egon. Avokat, domethënë meqenëse për kë protestojnë kundër kujt protestojnë, mendoj që e konceptojnë kështu tani. Shpresoj të jem gabim, po nuk besoj që jam dhe aq gabim, nisur dhe nga ligjërimi i viteve të fundit, sidomos në raport me non-gratën dhe lobimet. Ka diktaturë pa fjalë të lirë, pa liri lëvizje dhe gjithashtu pa mbështetje ndërkombëtare, pra diktaturë izolimi, por ka diktaturë me fjalë të lirë, me liri lëvizje dhe me mbështetje ndërkombëtare. Dhe mendoj që Partia Demokratike e mendon situatën në Shqipërisë në këtë variantin e dytë që sapo thash. Pra një farë diktature me fjalë të lirë, me liri lëvizje dhe me mbështetje ndërkombëtare. Dhe institucione demokratike. A ka zgjidhje, më jam dakord me ty, unë ka zgjidhje kjo. Apo s'ka problem të flasim tu. A e sjell demokratët në pushtet kjo? Impas i madh është. Ore kuptoni se po çfarë po flasim tani? Ore duhet të themi sa gjëra troç. Kush do të dëgjojë, le të dëgjojë, kush do të mos dëgjojë. A duan Sali Berisha ta mbajnë? A duan ta tjerë të Tiranë, më le ta mbajnë për punin. Mund të thash në fillim, jemi arritur në pikën ku në këtë sens nuk do ndryshohet më opozita apo qeverisja. Do ndryshoj populli më. Të marrim ca eskimis, apo ca sirian, apo ca... Jo, populli po ndryshon fakt, kur e mendon avokat. Populli po ndryshon, po ike, po zëvendësohet. Se këta s'ndryshojnë këta rinë, kështu që kujt ngjelet. Populli po e bën zgjedhjen, e vërtetë është, e rënd, po e vërtetë është. Ndërkohë ta shohim pak atë Berishën sot, regjia. Temi këtë betej gjerën fitore ai që nisi dhe bitisi. Do ta bitisi. Avokat, ai që e nisi tha do ta bitisi. Pra Berisha nuk ka ndërmend të largohet. A ka pyetja është, a ka fuqi Partia Demokratike që në zgjedhje, le të themi të afërta, sepse do ketë zgjedhje besoj, të mos e votoj apo ta ndryshoj leadershipin e saj, e ka fuqin? Jo, nëse Berisha nuk dëshiron që të largohet që aty, është e pamundur domethënë që të ndodhë ndryshimi. Pra, nëse Berisha bën gjoja, sikur thotë, okay, unë po jap dorëheqje, po ngrish krisit që dikur Basha, po unë do kandidoj prapë për kryetarin e PD-s, më mirë mos bëhet zgjedhje fare. Zgjidhja aty është vetëm që Berisha të largohet dhe të lejojë në mënyrë reale një zhvillimin e një palë zgjedhje brenda Partisë Demokratike, reale, ku ai mos ndikojë në përzgjedhjen le të themi ato snajperët e Berishës nëpër media thonë kush kërkon që Berisha të largohet, kërkon të imponojë vullnetin e Ramës opozitës. Ti mendon që Ilir Alimemeti punon për Ramën? Ti mendon që Ervin Saliani aty nga Burgu, nëse kur të dalin do punoj për Ramën? Jo, them unë çfarë mendoj.
Unë them që dhe aq vota sa ka marrë Partia Demokratike i ka marrë prej Sali Berishës. Okej, bravo të qotë. Unë them një gjë tjetër ty. Dhe po t'i Berisha shkërmoqet fare. Jo, unë thjesht po të bëj opozitën e oponencën e mendime. Unë po flas për numra. Unë di them që në 2021 ky Saliani në Korçë ka marrë 52.000 vota. Parë vjen Saliani sot në Korçë, Partia Demokratike ka shkuar 29.000 vota. Ka diferencë të parës dhe dytës? Jo. So nuk kemi mirë matematikë. Ja ka, Ervini- Ervini ka bërë një mëkat ama. Ervini është i jashtëzakonshëm të fushat. Që nuk do merrte Partia Socialiste 10 mandate në Elbasan, po t'ishte Ervini, unë e besoj. Por që ka quar atë Alizotin ka bërë super gabim, se nuk e ka quar doktori atë. E ka quar Saliani. Nëse di me asnjë asnjë Jo, më flokër. E dim atë në kërkesë se kujt ka qenë tani. Hajde. Se s'kemi nga do dim, po. Si ju s'kemi, ne dim që Rama i ka dhënë me Gonigali 250.000 euro, sikur kemi qenë me Ramën dhe s'dim këtë që e marrin vesh nga Selie PD-se, po që ishte në New York ti tu pa Ramën me Gonigalin. Elbasani më shumë se Sali Zoti e ka prish dashsula, domethënë lënia jashtë e dashsullës. Po. Edhe Basha pak, gjithë nga Jo pak. pa qëllim sot ti nga Partia Socialiste atë zotin në Hasalla e kemi ndër më të votuarit. Dhe karma është e pamëshirshme, Leonard. E vërtet shumë. Karma është e pamëshirshme sepse i pesti në listën e sigurt në Elbasan Nuk doli. Humbi një tentuan me çdo kush duke hequr dhe dashin për të futur të pestin atje, dhe karma është karma. Kur nuk do, nuk do. Edhe një orë dhe një fjali duhet që të më japësh leje besoj pastaj mbrapa. E them e thash 2 herë, po e them për 3-ën herë. Të bën shumë çudi mënyra e zotit Gazmend Bardh. Ti mund të humbasësh, mund të ndihesh i turpruar, po duhet të kesh ato pak dell politikanin nëse ke. Dhe të dalësh, të japësh zemrën aty njerëzve që ke 3 ditë që i let duke numëruar votat, ose duke parë se si ata që janë përballë tyre numërojnë votat e Partisë Socialiste. O avokat, si e vlerëson këtë aksionin e menjëhershëm Partisë Demokratike në datën 16 ku Berisha ka thirrur një protestë? Një flus sapuni. Ke për ta parë që ka për të qenë një protestë shumë herë më dobë se gjitha protestat e tjera. Ke për ta parë domethënë që do i ulin shumë pikë akoma më shumë vetes vet. Ke për ta parë domethënë që nuk ka për të pasur as edhe një lloj qasje pozitiviste në raport me mënyrë. Ore, kuptoj një mirë. Nëse ti nuk bën analist, kuptosh se ku i ke gabimet dhe veten tënde, po su merr me komshiun po to zotëri. Komshiu e ka vënë për marrë. Mori mandatin e 4, po mendon për të 5-in. Ti thuaj akoma domethënë prit se ky po më vjedh. Po ai që vodhi nuk ka faj avokata se Po prandaj o burr çasht. Ai që vodhi nuk ka asnjë faj këtu. Mirë, e di si është puna, është keni ju të drejtë. O takzoni mor bu. Takzoni, po jeni të marrë Partinë Demokratike edhe demokracinë Shqipëri në qafë. Keni të drejtë. Takzoni mor, i pafshi hajrin. Edhe Flogerti është dakord domethënë që nëse vazhdon Rama po e marrim qafë. Po çdo qeveri nesër po të vi i mat dhe të jap 84 plus mandate, më trëmb, ore. Ku shkon një qeveri me aq shumë pushtet? E di çfarë mund, po çfarë të bën ai? Di? Ai 84 ai, 3 toma, gazi me shok. Si gazi me shok? Po gazrat gati janë o burr, gazi që i thot vrasës doktorit dhe pastaj bëhet nën kryetari doktorit. Nuk ka si çudi që nesër të bëhet ministri i Ramës, ore. Pse Ka habitesh? qenë një rej. Jo, prit. Si Po mos thuaj për gazin përpara se thuash për të madhërishmin agron Gjek Marka. Po profesori është gati të lej mandatin, shkoj këshilltari i Ramës për patjetër. Po them për e kupton? O avokat, vetëm mos mik se nuk e di Flogerti, duhet të ketë informacion se më tha që do ketë surpriza për sa i përket hetimeve të Spakut, se kush i ka vjedhur apo jo. Si e vlerëson Flogerti? Po e mbajtë mendje të Spaku, e ke parasysh Tazuri 2030-a. O avokat, po dëgjoj, kemi qytete dhe qytete të mëdha në vend që bandat kanë mbledhur vota për kandidat Partisë Socialiste. Fakte. Se kjo është deklaratë politike, kjo është flamuri. Ti nuk je flamuri. Jo mor burr. Larg qof me që flamuri ti. Ose sa mirë do ishte të ishte flamuri si ti. Mjafton të bëj si zëdhënës partia, burr, ma thuaj, nxirre. Mjafton që shiko se na shohin njerëz,
Dhe qëllon që na Fal, shohin. mirë, po të bëj pyetje, banda ta kanë mbledhur vota për Partinë Demokratike apo jo? Qëllon, shikoj. Banda ta kanë mbledhur vota për Partinë, pyetje. Do të them edhe. Po jo. Qëllon që na shohin njerëz që mund të jenë nga këto qytete. Po më po. Dhe din shumë mirë kush Po është pra e vërteta. po, tani unë do të them për Partinë Demokratike kanë mbledhur apo jo? S'mund të bëjmë sikur nuk Për ekziston. Partinë Demokratike kanë mbledhur bandat vota apo jo? Po jo. Nuk kam asnjë indicje të them që kanë mbledhur për Partinë Demokratike. Nuk kam indicje. Për Partinë Socialiste kam indicje. Po pse qesh? Jo, më vjen me qesh. Pse S'kam indicje. Se Nuk po të them që një indicje e ke ngjitur. Më ke mua, dëgjoj tani. Okej. Nuk po them që s'kam mbledhur, them s'kam indicje. Okej, S'kam indicje. Dakor. Dëgjoj. Duke referuar edhe institucionalisht asaj që tha OSBE Odiri, SPAK-u ka parandaluar, ishte fjalia, nëse e ke dëgjuar, e ke ndjekur besoj, konferencën. Pra një SPAK-ut, sipas atyre vëzhguesve që thonë që edhe bandat kanë ndërhyrë dhe këto dhe ato, thonë nga ana tjetër që po, SPAK-u ka parandaluar. Ne duhet presim, do ketë një raport edhe më detajuar nga Altin Dumani, do jepet llogari për këtë punë, dhe do shohim pastaj edhe hetime që vazhdojnë, që mund të kenë ndodhur ndalime dhe situata që nuk janë bërë publike për të mos krijuar panik, tension e kështu me radhë, bravo. Mos me prish zgjedhjet. Pra të vazhdojnë zgjedhjet në situatën e bandave. Do arreston banditin, po nuk bën lajm që arrestuan banditin. Kjo është ideja. Po cili është efekti parandalues që jep ti? Arrestove pra banditin, që do i bësh, ti shkosh, ti përdhunosh nënën e, dhe pra... Po më thua, ka patur arrestime... Ka patur veprime të prokurorive dhe të institucioneve të sigurisë Shqipërisë, të cilat kanë parandaluar krimet mundshme zgjedhore. Dhe për këtë arsye, zgjedhjet, fjalia e parë, pavarësisht gjithë problemeve që i tha me drejt kolegu që i ka vendosur aty OSBE Odiri në qëndrimin para prak, fjalia e parë ishte zgjedhjet ishin konkurruese, transparente dhe profesionale. Kjo ishte fjalia e parë. Fjalia e dytë ishte pushteti përdori, lajmi i dytë, nëse me që jemi gazetar do bënim lajme. Pushteti ka përdorur asetet shtetërore për të favorizuar veten në garë. Si në 2021 kjo. Si për herë, kur s'është thënë kjo? Ma thuaj kur s'është thënë kjo? Dhe lajmi i tretë, dhe kjo ishte më e bukur, më ka pëlqyer kjo e treta. Këtu kupton që edhe OSBE-ja bën pak gallat, Odiri bën pak gallat me ne. Ishte fjalia e famshme, se fjalia e parë, lajmi i parë i jep Ramës të drejtën, legitimitetin të thotë zgjedhjet u certifikuan nga ndërkombëtarët. Lajmi i dytë i jep justifikimin doktorit thotë përdori shtetin pa fitoi. Tash kush ngeli pa justifikim? Partitë e reja. Lajmi i tretë ishte te qëndrimi. Dy partitë e mëdha kishin shumë akses në media dhe kanë shumë akses në media dhe nuk kanë liruar këto të vetë. U ka dhënë secilit u ka dhënë. Po pra, jo ka hedhur nga i kos, tani dalin këta dhe thonë, "Re, ne do bënim namet, por po na bllokun televizionet këto 2 javë të fundit, që kanë qenë televizor, i kanë lut fen, po nejse." Dhe kam llafin që kjo është histori që hajde diskutojmë, po mua më duket se ne kemi ngelur një lloj stagnacioni të frikshëm. Domethënë, nëse ne nuk bëjmë një revolucion në një drejtim, revolucion që të argëzojmë dramën me dhunë, t'i rrim aty ta hedhim. Revolucion të bëjmë një opozit nga fillimi. Po njëra nga këto dyja duhet bërë, vëlla. Se po qëndruam duke thënë të 4 vjet, s'ka gjë si Avodhi Saliut Rama. Rama duke thënë OSBE-ja tha që ishin në rregull. Kjo është më bet kot që ne kemi për të ngelur në vend si debila apo. Absurd është. Edhe OSBE nga ana e saj duhet bëjë një farë dallimi. Ata janë rrogtarë burr. Standardeve të 2021-shit. Avokat, këtë që thotë Rogerti për SPAK-un, ke informacion? Tani SPAK tentoi të bëj disa veprime edhe ditën e zgjedhjeve, për mendimin tim në task forca e SPAK-ut ka dështuar në mënyrë shembullore. Sepse task forca e SPAK-ut u ngrit si një task force policeske. Pra, parandaluese, sepse si forcë hetuese, SPAK-u e ka atë tagër ligjor
për ta bërë. E ka pasur dhe ka dhe mund ta bëj prapë se s'ka ne problem se e tim për spaku dhe e çon pastaj në gjykatë. Në rastin konkret do duhet domethënë që të parandalohet. Parandalimi për mendimin tim nuk u arrit. Sepse unë nuk do njoh një rast konkret përveç një dy persona të cilët fotografuan votën, ata nuk u morën nga spaku, që u morën gjëra flagrant, po nuk mbaj mend domethënë që gjatë këtij muaji ketë pasur një arrestim në flagrancë në ana e spaku. Ka pas denoncime, dhe unë nuk e di sepse spaku nuk ka vepruar, po thjesht ka marrë, le të themi, denoncimin dhe pastaj ka fikuar me hetimin, dhe me shumë gjasa do ta bëjë hetimin ata njerëz që shkojnë në nesër gjykatë për të gjykuar dhe mund të shkojnë në përsa dhe në burg, por pak kjo vlen shumë pak për ato që ndodhi ditën e djerë. Zgjedhjet certifikohen, zgjedhjet mbaruan, rezultati është ky, spaku nuk e se ndryshon dot, mund të parandalonte. Prandaj. Nuk e bëri atë që duhet bënte, prandaj them domethënë që ka dështuar në mënyrë shembullore. Unë aty e kam thënë jo një herë, po me 100 herë. Rast flagranti ishte datës 21 prill në Durrës, kur drejtoresha e ZVA-s i çonte mesazh të gjithë nënkusëve të vet të arsimit, që i detyronte në një ditë pushimi të shkonin në një aktivitet të Partisë Socialiste në 11 tregës, duke marrë dhe 5 apo 6 njerëz. Se nuk shkoi spaku dhe ta ndalonte një gjë të tillë, apo me ta mbyll dhe kë, apo me qindra me mira, urdhra të çdo drejtori të mundshëm, na Vermorshin në Kunispol, të nga janari këtij viti, që i thoshin të gjithë nënkusëve të vet, ti ke për detyrë që të regjistrosh 10 njerëz nga diaspora, se ti i jep njerëz e tjetër me radhë. S'kishte mundur që ky spaku nuk pas ka kaq burime informacioni të mira për të kapur për të bërë shembull 1, 2, 3 apo 10. Prandaj të them të blojmë plot që spaku ka bërë një vrim në ujë o i nderuar. Avokat, po kjo prania e liderëve më të rëndësishme të Europës në datën 16. Ishte programuar, ishte një gjë e programuar prej kohësh. Sigurisht është lajm i mirë për Shqipërinë. Rama nga ana tjetër ta shesin si lajm shumë të mirë për veten e tij, sepse kemi thënë me 100 herë, Ramës nuk i intereson më ky katundi i vogël këtu, se i rri shumë kush ky katundi jon pe emrin Shqipëri, i intereson Brukseli, Brukselit, Washingtoni, se vetëm aty ndihet i ngazëllyer. Pra do vinë për ta uluar personalisht kryeministrin, se s'po kemi na i Twitter apo do një mesazh. Nuk do jetë çudi domethënë. Nuk do jetë në çudi dhe në çudi, po të ishte normale. Të funditës do ishin aty do thoshin bravo që fitoi zgjedhjet. Çfarë do i them se nuk fitoi zgjedhjet? Jo, po çfarë mendon ti Leonard që këtu nuk do vinë vetëm 27 kryeministrat e Bashkimit Evropian, por do jenë krerët e gjithë shteteve të kontinentit të Europës. Pra më gjërë se kaq. Më shumë se bëhet, po. Tani ti mendon se Edrama nuk i ka 2 shok nga ata 40 sa do jenë këtu, që 2 prej tyre të bëjnë edhe një urime për fitoren, që të filloj pastaj ky patronazhisti Leonard Karaj të thotë e pa që Edi Ramën e njohu Europa dhe doktori Tibieri komplet protesta. Ja pra, kjo është. Nuk diskutohet që do ndodhë. Tani them dhe një gjë tjetër, me që se më bëri patronazhist 2 herë sonde Gjokerti, s'ka problem që të japin në lekë. Mi e plek doktori mua, unë për këtë punë jam. Po jo, pra mua s'm ka thënë asnjëri. Inshallah, qojnë ty tani edhe ka filluar domethënë mos kujtoja fare. Ajo që disha thoja ishte ta heqim një herë këtë idenë e Edi Ramës, i cili fitoi zgjedhjet fakt për Europa, Shqipëria në Europë në vitin 2030. Ta ka shpjeguar edhe një këtë po ta rishpjegoj. Shqipëria edhe teknikisht nuk ka shansi të futet në Europë në 2030. Teknikisht, edhe si kur të duan më geopolitikisht të la marrin nga plasin aty brenda, nuk ndodh. Nuk ndodh sepse procesi është i atill që ty të merr kohë vetëm zhvirimi në për parlamentet e Europës, për 27 parlamentet e Europës, të merrja 4-5 vite. Jo, mbyllja negociatave, po ratifikimet andej dakord jam unë. Në kohën kur ishte Bullgaria dhe Rumania në vitin 2006, që ishin vetëm 12 shtetet të Bashkimit Evropian, poteshën 3 vjet. Gjithsesi, atëherë, në 2006, kur Rumania dhe Bullgaria u futën në Europë, për që të futeshin të realisht në Europë, do duhet që 12 parlamentet e shteteve që ishin në asaj kohë
ta miratonin parlamentet e tyre. Tani atëherë zgjati 3 vjet operacioni. Tani ti ke 27 vende. E imagjino se sa do zgjasin? Gjithsesi avokat, ende nuk e kemi atë deklaratën e Departamentit Shtetit që 2021 doli dhe tha që ne i njohim këto zgjedhje, i certifikojmë këto zgjedhje. Pritet, do t'i thot i herë KQZ-ja, se s'ka dalë rezultati, janë tu numru. Jo, ato kanë dalë kohën që po numrohesh në 2021 ka dalë zyrtari i Departamentit Shtetit. Ajo ishte ambasadori e Sorosit e kishte blerë Rama, apo? Nuk ishte Departamenti Amerikan i Shtetit, ishte Yuri Kim, mos e ngatro. Kimetja. Yuri dhe zyrtari i departamentit, se ato e mbaj mundun po. Tani ti e ke Jo, nuk dua të merrem me këtë. Tani nuk ka asnjë reagim. Ka shumë gjatë që SBA të dalin të mos i njohin zgjedhjet dhe zgjedhjet të ribën, se nuk është lobuar kot, o vlla. Se e keni marrë me shumë të lehta doktorin ju. Ky rezultati këtyre zgjedhjeve do thonë se di se edhe në për këto studio tani nuk e di ç'a do flitet më avokat. Ore, nuk është në lojë fati i doktorit, nuk është në lojë fati i Partisë Demokratike, se ata e kanë të zgjidhur dhe i kanë bërë. Kush e ka ndorë fatin e Shqipërisë që po pretendon të thuash? I kanë bërë sapet, ata kanë marrë paka shumë aq deputet sa ishte lista e mbyllur. Diçka pak mi listën e mbyllur, janë rregull ata. 7-8. Domethënë, ti me këtë llogaritë thjesht e kuptojnë që ata i kanë bërë llogaritë e tyre për të shpëtuar. Këtu problemi është i demokracisë në Shqipëri. Me një super mazhorancë, me 84, 85, 86, po të shtosh edhe partinë e Tom Doshit, situata bëhet problematike. Fiks. Po pra, po këtë i vetmi instrument që ka ky drejt sistemi është të paturit kontrolluesin, hijen, qenin roje, opozitën. Momentin që opozita i çon Ramës një lloj sistemi atje me mbyll listat që të qëndroj doktori shefi i opozitës, pra më i madh i ndërveçlit, këtu dëmin ty, se qa pret ti, Rama nuk është papa më. Rama i jep mundësinë me fitu, ti fiton. Rama ka i të keqi që s'ka mëshirë, dhe unë për këtë e kritikoj. Se po ti isha këshilltari Ramës, do i thoja freno, të mjaftojnë dhe 75 o bu.